Është kjo ndeshja e dy çerek finale e play-offit midis Sigal Prishtinës, skuadrës më trofeshme gjitha kohëve që si vjet po kalon krizën më të madhe në histori, dhe Borës befasisë më të këndshme si vjet, e cila tashmë i bëri sefte play-offit të dielën brëmë, kur për herë të parë në histori luajti një ndeshje play-offi dhe në debutim deklasoi Sigal Prishtinën me rezultat 105-67, që është një nga humbjet më të thella në histori të klubit. Adhurues basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, ku do qeni duke na shikuar këto çaste, Kosovë Shqipëri, trojet tona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në ndeshjen e dy çerek finale të play-offit, ku po takon dy rivalet e kryeqytetit, Sigal Prishtina dhe Bora, direkt nga palestra e rinisë e sporteve në Prishtinë, ku me ju sot jam unë, Agon Fehmiu. Kjo është përballja e 10 jubilare midis rivalëve të ri lokal, Sigal Prishtinës dhe Borës. Sigal Prishtina Bora është rivaliteti i 6 lokal i kryeqytetit në histori të basketbollit kosovar, pavarur nga viti 91-92. Pas rivaliteteve Prishtina Reali, Prishtina Mabeteksi, Prishtina Ekskluzivi, Mabeteksi Ekskluzivi dhe Prishtina Kerasani, ky është rivaliteti i 6 lokal, kurse për Sigal Prishtinën Bora është bërë skuadra e 5 rivale lokale e kryeqytetit. Shkojmë edhe me prezantimin e dyja skuadrave. Bora paraqitet me kapitenin Amin Hot me numër 34, me numër 4 Tyler Cheese, me numër 6 Ron Ukaj, 7 Rezart Mehmeti, 8 Yll Plana, 9 Genze Qiri, 10 Alex Hunter, 11 Olsi Kurtaj, 12 Carlton Breck Jr., 13 Shakman Gjus, 25 Jordan Dingle dhe 37 Jetmir Zeqiri, trener Zoran Karqelani me ndihmësit Lori Klokoqin dhe Laberion Ibrahimin. Nga ana tjetër, për Sigal Prishtinën paraqiten me numër 15 kapiteni Arbër Sinani, me numër 3 Jon Ismaili, me numër 5 Loris Logja, numër 6 Valmir Kakruki, numër 10 Noar Zuka, 12 Dion Hajosaj, 14 Liri Zeneli, 16 Glauk Hoti, 19 Lir Salihu dhe numër 23 Derrico Williams, kryetrener i Sigal Prishtinës Laurent Ibrahimi. Refer të duelit sonte janë Eldin Uglari, Drem Pudarolli dhe Arjan Thaçi. Historiku i rivalitetit lokal mes Borës dhe Sigal Prishtinës filloi me 22 shtator 2024, pikërisht këtu në palestrën e sporteve në Prishtinë, kuadër edicioni 2024-25, atë përballje pa të fitu Prishtina me rezultat 96-82. Nga atëherë këto dy ekipe u takuan 9 herë, Sigal Prishtina i ka fituar 5, ndërsa Bora ka triumfuar 4 herë dhe sonte jo vetëm se Bora synon të barazoj rezultatin e fitoreve dhe humbjeve me vëllaun e madh nga kryeqyteti, por një herë është edhe ta eliminojë dhe të bëjë histori duke i inkuadruar në gjysmëfinalet të play-offit. Sikurse thash, deri tash ka dy rival lokal janë taku 9 herë, Prishtina udhëheq 5-4 në përgjithësi, mirë po në këtë seri Bora ka e përsi pasi udhëheq 1-0 në seri dhe atë pas një shfaqje fantastike në duelin e parë. Bora e fitoi ndeshjen pasi dominoi nga fillimi deri në fund të dielën, duke kryer përsi maksimale deri në 41 pikë, e në fund fitoi me rezultat të thellë 105-67.
në duelin e parë zhvilluar të dielën brëma në 1 tetori, por ishte më e mirë në gjitha elementet, pasi Bora detyroi Sigal Prishtinën të humbas 21 topa, ndërsa veti humbi 11. Bora I ka vjedh 15 topa dhe nga kundërsulmet realizoi shifra gati të pabesueshme. Hiç më pak se 42 pikë, ndërsa Prishtina pa të realizu vetëm 11 pikë nga kundërsulmet. Dhe padyshim elementi I cili edhe ndikoi në këtë fitore të thellë të Borës ishte edhe dallimi I efikasitetit në treshe, pasi Bora realizoi 12 trepiksha, që është arma kryesore e Prishtinës ka qenë gjatë tërë kampionatit, ndërsa vetë Prishtina vetëm 3 treshe dhe atë nga 18 tentime, që është një efikasitet prej vetëm 16%, jashtëzakonisht I ulët. Te Bora kemi pas 5 lojtar me pikë dyshifrore, më efikas ishte Jordan Dingle me 17 pikë, prej tyre 4 trepiksha, nga 15 kanë shtuar Hunter dhe Jules, me 14 pikë luajti qendra Bragg Jr., ndërsa 5 e lojtarëve të Borës me pikë dyshifrore ka mbyll Rezart Mehmeti me 12 pikë, prej tyre 3 trepiksha. Pa tjetër nga dueli I të dielës mbrëma dua ta veçoj edhe Aron Ukajn, I cili për pak nuk realizoi double-double, I shënoi 7 pikë, mirë po ishte kërcyesi më I miri I skuadrës së Borës me 14 kërcime. Nga ana tjetër te Sigal Prishtina u dallua Iriu Jon Ismali me 12 pikë dhe 2 peshe, 5 kërcime, 5 asistime, kurse I huaj vetëm në skuadër Derrico Williams kontriboi me 15 pikë dhe 5 kërcime. Pa dashur me minimizu fitoren dhe suksesin e Borës, e cila si vjet me lojrat e sëja ka dëshmu se me merite ka zënë pozitën e 3 si skuadrë, e cila në fillim të vitit të ri ishte në pozitën e fundit, por me punë të madhe. Shumë durim, disiplin, pa u dorëzu, dal nga dal u ngrit në pozitën e 3. Pra, pa dash, në asnjë moment me zvoglu madhështinë e këtij suksesi të skuadrës më të re në elitën tonë, megjithatë nuk mundemi pa e përmend krizën e papar deri tash në histori të klubit më të suksesshëm të gjitha kohëve. Me të vërtet është marrë se në çfarë deregje ka ra Prishtina. Sigal Prishtina si vjet I ka pas 29 lojtar, prej tyre 11 huaj, shumica e cilëve kanë ardhe kanë shku, duke mbetur me vetëm 2. Derrico Williamsin I cili po luan dhe Alex Lomaxin I cili edhe ashtu ma shumë po ankohet në lëndime se sa që po luan edhe sonte është në bank, por në tuta sportive në trenerka edhe po e shikon lojën nga banka. Kur deri tash në historitë basketbollit pavarur kosovar nga edicioni 91-92 nuk ka ndodhur që Prishtina të lufton për mbijetesë. Për herë të parë në historinë e klubit, I cili me 40 trofe të fituar është më I suksesshëm I gjitha kohëve, nuk ka ndodhur të rrezikojë largimin nga elita dhe një kosir prallë të mos paraqitet në play-off. Në fund, pas një drame të vërtet në xhiron e fundit, Sigal Prishtina, edhe pse me pikë njëjta me Ravecin e vllaznimin, mbijetoi fal raportit më të mirë të fitoreve dhe humbjeve, dhe tani është në play-off ku po ndeshet me Borën, befasin më të këndshme të këtij edicioni dhe skuadrën e cila po jep hiershi elitës së Pro Credit Superligës. Prishtina, të cilës si vjet nuk I ndan problemet, në ndeshjen e parë çelef finale u ballafaqua me probleme edhe më të mëdha. U larguan edhe trajneri Dublević dhe lojtarët e huaj, Elijah Clarence, DeAndre Burns dhe lojtari më I dobishëm I skuadrës si vjet Adrio Bailey. Gjithë këta u larguan në mungesë të financave, kurse vazhdojnë lëndimet e 2 ish kapitenëve, Daniel Lekëndre dhe Don Poloshkës, që ju nënshtruan intervenimeve kirurgjike, kurse në lëndime po ankon vazhdimisht edhe Arjan Azemi, cilin nuk po e shohim sonte, dhe Alex Lomaxi, të cilët nuk po mundën me ndihmu klubin e tyre në çastet e vështira. Si thash parës, Clarence shkoi në drejtim të skuadrës elitare franceze San Quentini, DeAndre Burns në Çipro te Keravnosi dhe Adrio Bailey në ligën e parë të Izraelit te Maccabi Kiryat Gat, ku përbashkë lojtar ka Mike Greenin, ish lojtarin e Trepçës, Joe Reesin, ish lojtari I Yllit dhe Diamond Stonein, ish lojtarin e Prishtinës, siç po shihet, ekipin po e drejton trajneri I ri Laurent Ibrahimi, I cili e zëvendësoi trajnerin malazez Dušan Dublevićin, që u larguan nga drejtimi I skuadrës Bardhe Kaltër pas problemeve financiare në klub. Peshja sonte Ismaili Kakrukeja, Gjosaj Sinani dhe Williams, ndërsa te Bora do të startojnë me Hunterin, Julesin, Dinglin, Hotin dhe Jetmir Zeqirin.
Pra është kjo përballja e dytë e serisë qerek finale mes dy ekipeve nga kryeqyteti Sigal Prishtinës e Borës, që deri tash kanë luajtur mes vete 9 herë, 5-4 për Sigal Prishtinën, si vjet pra 3-2 për Borën, pas fitores të cilën e realizoi të dielën mbrëma. Pra historiku i rivalitetit lokal mes Borës dhe Sigal Prishtinës filloi me 2024. Rivaliteti lokal i kryeqytetit midis Prishtinës dhe Borës është rivaliteti i 6 në histori të basketbollit kosovar të pavarur. Thash ka qenë një fakt shumë interesant kur filloi ky rivalitet me 22 shtator 2024. Trajneri i Borës, kryetari i Borës ishte Arben Krasniqi, trajneri më i trofeshëm i gjithë kohëve me 15 tituj, të gjitha të fituara për 9 edicione pikërisht me Prishtinën, kur dominojnë nga viti 2005 deri më 2013. Çdo gjë e gatshme, Williams dhe Jules. Williams kërceu më shpejt, ishte më i shpejt se Jules. Topi do të jetë për skuadrën e Borës Dingle, për shohim që sonte në skuadër edhe pse në listën paraqitse është Tyler Cheese. Topi hyn e del. Në tentimin e parë nuk ka treshe të realizuar. Tyler Cheese edhe pse është në listën paraqitse është i lënduar dhe sonte nuk paraqitet. Bukur atje Arber Sinani nuk arriti ta shfrytëzoi këtë. Dion Haxhosaj për Ismailin, i vetmuar Williams në pozitën e Alos atje. Ismaili e pason, tentim për 3 pik, më i larti në kërcim është Dingle, kundër sulmi shpejt hot për Julesin. Do të shohim shumë duelin Shaquan Jules dhe Derrico Williams. Bukur atje, i shmangët Haxhosajt Dingle për pikët e tij të para. Dingle ishte më efikasi nga banka rezervë, u ngrit në ndeshjen para prake duke shënuar 17 pikë, për tyre 4-3 piksha. Edhe një top i vedhër i Dinglit, kundër sulmi shpejt, ka Kruki dhe Jetmir Zeqiri sonte përballë njëri tjetrit, të dy ish lojtar para 4 vjetëve të Sigal Prishtinës. Joni Ismaili me tentimin e tij për 3 pik. Treshja e parë Ismailit, i cili ishte ndër më efikasët në ndeshjen e kaluar me 12. Jetmir Zeqiri edhe njëherë, Haxhosaj lufton atje, e kap këtë top dhe vjen me 3 pikshin e tij për 3-7 përgjigje. Po, megjithatë është treshe, nuk e ka shkelur vin. Sinani për Kakrukin, tërhiqet Kakruki për 3 pikë dhe përgjigjet edhe Kakruki. 2 treshe të Prishtinasve aresht. Pra Sigal Prishtina është ekipi i cili ka pasur saktësi prej 36% për 3 pikë dhe edhe sonte trajneri Ibrahimi do të kërkon që gjuajtjet për 3 pikë të jenë arma kryesore. Po ashtu do të kërkon edhe tranzicion shpejt pas topave të vjedhur dhe blokadave. Do të shohim nëse do të arrin të bën këtë, edhe pse bazuar në ndeshjen e të dielës së mbrëma. Me të vërtet skuadra e Borës ka dominuar në çdo element, madje edhe në elementin në armën kryesore të Sigal Prishtinës, që janë treshe 12, 3 pikshat të Borës, vetëm 3 të Sigal Prishtinës. Natyrisht Sigal Prishtina e cila mbeti me vetëm një të huaj. Edhe Alex Lomaksin, i cili vazhdimisht është i lënduar atje, po ankohet në lëndim edhe nuk po luan. Dingle, gabon atje, Arber Sinani i bën presion Dingle për Hotin. Lëvizje bukur e Amin Hotit, tenton, nuk realizon. Jon Ismaili lufton atje me Alex Anterin dhe shkakton faul. Të gjitha bukur atje e mbyllin Arber Sinani kundër sulmi shpejt për Jon Ismailin, i cili depërton shkurt
te Williamsi. Sinani vjen me edhe një 3 pikë, 8-3 një pas njëshme, bombardojnë së pari Ismaili, pastaj ka Kruki dhe tash Sinani. Por e përsinë e parë të Sigar Prishtinës, jo vetëm sonte, por në përgjithësi në këtë seri qerek finale. Asnjëherë nuk ishte në përsinë në ndeshjen e parë, vjedh këtë top Sinani, Ismailit kundër sulmi shpejt atje ardhur Sinani. Lëvizje mashtruese e tij tenton ta pasojë te Derrico Williams. Gaboj në pasim është ky topi, 21 topa të humbur i pati Sigar Prishtina në duelin e parë qerek final të dielën. 11 i pati skuadra e Borës, 42 pikë nga kundërsulmet i kishte shënuar Bora të dielën, vetëm 11 Prishtina tentim për 3 pikë. Dhe atje nuk merrën vesh Williams dhe Ismaili. Nga trohon Jordan Dingle, 5 pikë të tij deri tash. Një treshe dhe një dyshe. Tërhiqen Hot dhe Dingle në pozitat për të gjuajtur. Mbrojtje e mirë dhe agresive Prishtinas dhe lojtarëve vendor. Jules vetëm deri te ka Kruki, Ismaili. Haxhosaj atje, Dingle e mbyll, e ka shkaktuar gabim në hapa Dion Haxhosaj. Mbrojtje e Dinglit. Kërkon atje trajneri Laurent Ibrahimi nga lojtarët e tij që të qetësohen dhe të koncentrohen. Jules atje, ardhur Sinani lufton me te. Ron Ukaj vjen me treshe për të rikthyer e përsin nga ana tjetër. Një treshe e Dinglit dhe treshe e Ron Ukajt për e përsi maksimale tani. Pressing i lojtarëve të Borës. Edhe njëherë për mrekulli atje Derrico Williams, 11 me 10. Sonte një ftyrë krejt tjetër në start të kësaj ndeshje e Sigal Prishtinës. Thash edhe njëherë, e përsia prej 9-7 pak më herët pas treshës Sinanit ishte e përsia e parë në përgjithësi në këtë seri, sepse në ndeshjen e të dielës Bora ishte vazhdimisht në e përsi konstante prej fillimit deri në fund. E përsia shkoi deri në maksimumin prej 41 pikë për mrekulli atje. Jon Ismaili e furnizon në brendi Derrico Williamsin. Amin Hot kapiteni shkakton personale. 11 me 12. Do themi se marim me shiku sonte, mosha mesatare e lojtarëve të Prishtinës sonte është 22 vjet, 23 vjet. Shumë lojtar të ri, pra Prishtina sonte paraqitet me vetëm 10 lojtar, pra nuk e ka as 12-shën për të kompletuar skuadrën e vetë. Tentimi Aleksanterit i shkurtër, krejtë në duar të arbër Sinanit kundër sulmi shpejt në anën tjetër Dion Haxhosaj atje. Ishte në krahun e djathtë, e dëbon Aleksanter topin nga Jon Ismaili. Kemi parë edhe duelin ndërmjet Ismailit dhe Hunterit edhe në ndeshjen e parë. E ruani njëri tjetrin, bukur atje për Derrico Williamsin, gabon në hapa. Pesë topa të humbur deri tash të Sigal Prishtinës në 5 minutat e para. Përsëri po vazhdon ajo dhimbja e Prishtinës dhe nga ndeshja e parë. Vjen Hunter me 3 pikësh për
15-11, përsëri e përsia më e lartë, të cilin e patën 7 me 3+4, bëhet gati Zeqiri dhe Bragg Junior që të inkuadrohen në loj. Ken Zeqiri, bukur atje për Valmir Kakrukin, kundërshur një shpejt atje. Shaquan Jules me ngulitje të tij për 17-11 dhe time-out ka kërkuar trajneri Laurent Ibrahimi e ndërpren këtë seri të shpejt prej 10-2 të Borës. Edhe një herë pat atje Alexander e kthen topin prapa, asistim për Shaquan Julesin i cili e çmonton koshin për 17-11. Është kjo e përsia më e lartë e Borës pas treshës të cilën e realizoi Arber Sinani për e përsin prej 9-7, që është treshja e 3-3 pas asaj të cilën e realizojnë Jon Ismaili, pastaj Valmir Kakruki dhe kapiteni Arber Sinani për e përsin e partë të Sigal Prishtinës. Më pas Ronuka ju përgjesh me treshën e tij në asistim të Aleksanderit për të nisë serin prej 10-2, të cilën e vazhduan Jules dhe Hunter. Në fund Jules e përfundoi me ngulitje në asistim të Aleksanderit për e përsin më të lartë prej 6 pikëve, 17-11, 5 pikë të Dinglit, 4 Jules, 3 Hunter dhe 2 pikë Jetmir Zeqiri, ashtu edhe Ronukaj. Pressing i skuadrës së Borës, i suksesshëm, edhe një top i humbur i Prishtinasve. Është i topi 6 i humbur. Rez Mehmeti nga këndi atje tenton, nuk realizon, më i larti në kërcim atje është Haxhosaj, Ismaili. Sinani lufton atje, Ukaj dhe Zeqiri. Kam thënë disa herë, Gen Zeqiri, i biri ish basketbolistit. Dy skuadrave kosovare, ose shumë të Prishtinës, indjeri Rizak Gricko Zeqiri, i cili ka luajtur së bashku me babajnë e Jon Ismaili të Prishtina, viteve të 80-ta. Gabon atje ka Kakruki në pasim e vjedh Bragg Junior, Zeqiri deporton në brendi për Dinglin. Rez Mehmeti, mbrojtje zonale tani e Sigal Prishtinës. Zeqiri për Dinglin, i cili tenton, nuk realizon topi, kthehet Rez Mehmetit, e mbyllin koshin mirë po në kërcim janë duke dominuar lojtarët e Borës. Rez Mehmeti i krijon vetës hapësirë, tenton Bika Krukin dhe potezi menshëm, veprimi menshëm i Bragg Juniorit, i cili e godet atje Williamsin me top. Betet edhe Matej +6 për Borën, Zeqiri për Dinglin. Lojtari me numër 12, Carlton Bragg, ka shkaktuar fall në sulm. Duelin mes të 208 cm-shit Carlton Braggut dhe Deriko Williamsit, cili është i gjatë 202. Arber Sinani bukur deporton deri në fund, e ndalet me personale nga Jordan Dingle. Jeste 5 vjeçari Dingle, fundori i cili së fundmi erdhi
tek skuadra e Borës. Sinani herën e parë I pasakt. Edhe herën e dytë e huq ardhur Sinani. Topi për Borën. Edhe 2 minuta 25 sekonda deri në fund të çerekut të parë. Është kjo ndeshja e dy çerek finale. Bora po udhëheq me 6 pikë. 3 sulmet e fundit asnjëra prej skuadrave nuk ka realizuar. Luan me këmbë atje Derrico Williams, sulmiri për Borën. 1-0 në seri çerek finale. E dini se sipas propozicioneve të garave të aprovuara vitin e kaluar, çerek finale luhen 2 të fituara, gjysmë finale 3 dhe finalja sikurse në NBA 4 të fituara. Gabonat janë pasimdi. Bragg Junior e humb këtë top Bora. Është topi 4 I humbur I Borës, 7 topa të humbur I ka Sigal Prishtina, shumë topa të humbur në çerekun e parë. Ka Kruki, tërhiqet atje Ukaj, lufton e ndihmon atje në mbrojtje Bragg, e vjedh këtë top Ron Ukaj për Dinglin I cili depërton, e huq mirë, po Ron Ukaj me kërcim në sulme përmirëson dhe pas 4 sulmeve të pasukseshme realizon e përsin më të lartë deri tash të Borës prej +8, vazhdon seria 12-2 e Borës. Tash 4 minuta e gjysmën, nuk ka pik nga Prishtinasit. Ka Kruki atje, e fut vetën në një situatë pa rrugdalje, e humb topin, largohet ka Kruki në lojë. Për herë të parë sonte djaloshi I Lir Zeneli. 208 cm Liri Zeneli, 19 vjeçar. Dingle tenton dhe realizon për 21-11 është kjo e përsia 2 shifrore për herë të parë. Ismaili I kryon vetës hapsin. I fundit me top luan atje Liri Zeneli. Do të rishikohet situata. Edhe pas rishikimit të referve Pudarolli dhe Uglari, vendimi mbetet I njëjtë, topi për Borën, edhe 44 sekonda deri në fund çerekut të parë, e vjedh këtë top Ismaili, Derrico Williams, kundër sulmi shpejt për Liri Zeneli për mrekulli atje. Williams asiston, Zeneli pikët e tij të para I realizon, 13-21. Dingle depërton në brendi, dalet në mënyrë të palejuar.
Arbër Sinani do të largohet nga loja për herë të parë sonte në lojë. Liri Salihu. Tërëmbjet me 22. Edhe herën e dytë është i sakt për 13 me 23. Lirzeneli për Ismailin, i cili shmangët presingut. Williams e kthen te Dion Haxhosaj, tenton, nuk realizon. Lirzeneli atje, sekondat e fundit. Dhe Qereku i parë mbyllet me rezultatin 13 me 23. Pra që nga ato 2 pikët të cilat i realizoi Derrico Williams kur kishin mbetur edhe 5 minuta e 33 sekonda deri në fund të Qerekut të parë. E patëm një seri prej 14 me 2 të Borës, derisa në minutën e fundit nuk realizoi Lirzeneli. Shkoi me marketing për të rikthyer më pas përsëri në pjesën e dytë. Breull t'i kisha pas pare. Po mëre, me për kredit më nësh mi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku i ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Bashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka Pro Credit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life. Kthehemi me pamjen në palestrën e sporteve dhe trenisë në Prishtinë, po e shihni 13 me 4 dominim absolut në kërcime i Borës, edhe në topa të vjedhur, nën topa të humbur të Prishtinës, vetëm në Qerekun e parë. 23 me 13. 5 minuta e 33 sekonda para se të kryer Qereku i parë. Prishtina pati e përsi minimale 11 me 10. 5 minuta të ashme, Bora e shtrëngoi mbrojtjen me pressing në anën tjetër, u përgjesh përmes Jordan Dinglit dhe realizoi një seri prej 14 me 2 në 5 minuta. Dion Haxhosaj vazhdon pressingu. Arbër Sinani për mrekulli atje, deporton kapiteni dhe realizon për të nisë me shënim Prishtinasit Qerekun e dytë. 9 pikë të Jordan Dinglit. Është më efikasi të skuadra e Borës. Jan Ismaili e vjedh këtë top, shkon deri në fund. Amin Hot me mbrojtje të mirë atje, tenton mja vjedh topin Ismailit. Rez Mehmeti, Alex Hunter në vend të Rez Mehmetit, i paknaqur trajneri Zoran Karshellani me lojën dekoncentrimin e Rezit. Derrico Williams lufton, deporton, nuk realizon kundër sulmi shpejt, situat 3 me 3. Hanteri për Amin Hotin, ja kthen Hanterit Ukaj, lëvizje mashtruese e tij. Arbër Sinani e ka dëbuar topin, kapiteni. Arbri me 5 pikë të realizuara, 2 kërcime, 1 asistim dhe 1 top të vjedhur, është lojtari më i mirë aktualisht tek Sigali. Dingle për Hanterin, Zeqiri, Jetmiri lufton atje me Arbër Sinanin. Ukaj nga një pozitë e vështirë atje,
realizon për të rikthyer përsin dy shifrore 15-25. Ismaili ka presingun e Amin Hotit. Lehtë e ish mangët këtij presioni. Zeqiri ndihmon atje. Për mrekulli atje. Nuk pati se çka me bë. Shumë statik ishin bashkëlojtarët e tij dhe u detyrua që me këtë solo deportim të përfundoj dhe e bëri duke realizuar pikën e tij të 5. I ka dhe 3 topa të vjedhur së bashku me Arber Sinanin, 2 më të mirët tek Prishtinasit. Ukaj deporton, nuk realizon, lufton ka Kruki për Arber Sinanin dhe faul i Amin Hotit. Jetmir Zeqiri, Kashqellani e largon nga loja. Jetmir Zeqiri i paknaqur me këtë zëvendësim. Jetmir Zeqiri nuk po komunikon si duhet me Kashqellanin, i cili po bëhet nervoz me Zeqirin atje. Pressing Jon Ismailit, i cili shmangët edhe një herë këtij pressingu për mrekulli ka Kruki, lufton atje. E fauli i kujta ke Jules apo Ukaj, Shekuan Jules me personale. 4 pikë të Shekuan Julesit deri tash. Dingle është më efikasi me 9 dhe Aron Ukaj me 7. Megjithatë lojtari më i dobishëm është Alex Hunter me 3 pikë, 4 kërcime, 2 asistime. 4 asistime, 2 kërcime, falni. Sinani për ka Krukin edhe një herë. Sinani lufton atje, kërkojnë faul. Nuk pati këtu faul. Në kohën në faul me këtë situatë. Dhe 7 minuta e 35 sekonda deri në fund. Pjesës së parë 8 pike përsi për Borën. Hunter për Shekuan Julesin. Në vijnë e gjuajtjeve të lira do të jetë Shekuan Jules. Herën e parë është i sakt për 17 me 26. Është kjo pika e 5 e Shekuan Julesit. Rez Mehmeti do të rikthehet në lojë në vend të Jordan Dinglit, më efikasit tek Bora deri tash me 9 pikë, prej tyre 1 treshe. 3 treshe të Borës nga 10 tentime. Mirë po në anën tjetër 3 treshe sonte i ka edhe Sigal Prishtina, po me efikasitet më të lartë nga 4 tentime, 75% të efikasitetit. Nga një 3 pikë shkan Ismaili, ka Kruki dhe Sinani, çka do që kanë gjuajtur kanë realizuar. Fuqen e vetme për 3 pikë deri tash e ka Derrick Williams. Hot e kap këtë top. Amin Hot për Rez Mehmeti nga distanca e madhe tenton, nuk realizon. Derrick Williams më i larti në kërcim. Ismaili përballë ka Alex Hunterin. 2 fishim atje, mirë po i shmangët edhe një herë Derrick Williams në tentimin e tij të dytë, edhe një herë e huq. Dhe topi do të jetë për Borën. 4-3 deri tash janë këtë qerek. Qereku i parë u mbyll 13 me 23. Shekuan Jules, mbrojtje zonale. Jules atje lufton me Kakrukin. Ankot Kakrukin, foul.
më herët të Shaquan Julesit. Personale e Valmir Kakrukit. Është kjo personalja e pare Kakrukit. E realizon për 17 me 28 i shënon të dy gjuajtjet e lira. Ismaili e pret Kakrukin, shumë statik janë lojtarët e Prishtinës. Nuk po ka zgjidhje dhe rrugdalje. Një bloki dy fishti Kakrukit, pick and roll, ja hera e parë, shpejt shkon topi ana është Ismaili, i cili tenton nuk realizon, Liri Zeneli nuk e arrin këtë top. E do bon jashtë, djalosh i ri edhe i talentuar, 208 cm shi, 19 vjeç, Liri Zeneli. E do bon topin me këmbë jashtë fushës Sulmiri. Tash edhe njerë Kakruki dhe Mehmedi, pjesë e projektit të Prishtinës para 5 edicioneve, kur së bashku edhe me vjen edhe një treshe atje e Aranukajt për 17 me 31. Është kjo treshja e 4 nga 11 tentime e Borës. Aranukaj aktualisht është më efikasi lojtari i parë me pikë 2 shifrore, 10 pikë të Ronit, 100% efikas për 3 pikë 2-2, nga loja për 2 pikë 3-2, me vërtet fenomenal sonte Aranukaj, 10 pikë 2 kërcime të Ronit, lojtari më efikas tek Bora, me të majtën e ti realizon treshën e dytë për e përsin më të lartë për plus 14. Dion Hajosaj, Derrico Williams largohet nga loja. Dion Hajosaj do të inkuadrohet në loj. Ismaili të lashe me ekzekutimin me rivënjën e topit. Sinani përballë ka Olsin Kurtajn, loj 1-1. Sinani realizon. Kapiteni tani është më efikasi me 7 pikë për 19 me 31, plus 12 Alex Hunter me tentim për treshen, nuk realizon. Rez Mehmeti e shpëton këtë top break junior për Hunterin përsëri në aksion Bora. Shaquan Gjusi vetmuar atje, Rez Mehmeti depërton deri në fund, dalet në mënyrë të palejuar nga Kakruki. Është kjo personalja e tretë e Valmir Kakrukit. Isak në tentimin e tij të parë, Mehmedi. Pika e parë e Rezartit, 3-0 për 3 pikë. Shënimi i parë i tij sonte vjen nga vija gjuajtjeve të lira, edhe herën e dytë është efikas për të rikthyre përsin maksimale prej 14 pikëve. Derrico Williams në loj, largohet nga loja Valmir Kakruki për shkak të 3 personaleve, i duhet trajnerit Ibrahimi në pjesën e dytë. Nuk pat ndihmë atje dhe nuk arriti që ta kaloj topin në pjesën e Borës Ismaili. E ky është topi i 10 i humbur i Sigal Prishtinës. I dyti i Jonit, 3 topa të humbur Kakruki, nga 2 Hajosaj, Sinani dhe një ka Derrico Williams. Pra
Dominim absolut në kërcime i Borës, 19 me 6 edhe në asistime. Vetëm në topa të vjedhur janë të niveluar nga 4 dyja skuadrat, 3 prej këtyre topave të vjedhur të Prishtinasve i ka vjedhë Jon Ismaili, 10 me 6 në topa të humbur. Shohim pra sonte të niveluar sa i përket pikëve të shënuara në brendi, në trapez 10 me 10. Mirë po, këto topat e humbur shumë më mirë po i konverton në pikë skuadra e Borës, natyrisht kur përvoja është në anën e tyre. Faktikisht Sigal Prishtina sonte me lojtar të ri, shumica prej tyre junior. Tash edhe njerë, përveç që Derrico Williamsit, të gjithë të huaj tjerë janë larguar, është edhe Alex Lomaksi, i cili porin aty në bank, kove të funit më shumë i lënduar se sa që po luan, po ankohet në lëndim, Rez Mehmeti depërton dhe realizon pika e tij e 4 rresht, për e përsin maksimale prej plus 16, 19 me 35 Ismaili. Bloki Hajosajt i kryon hapsin Ismaili, tenton për 3 pik, e shpëton këtë top Ismaili për Hajosajn. Me aksione individuale tani po tentojnë lojtarët e Prishtinës, nuk ka aksione të organizuara personale e Arbër Sinanit. Kapiteni shkakton faullin e tij të dytë sonte. Shaquan Jules dhe Alex Hunter largohen në lojë, rikthehen Ukaj dhe Dingle. Dy lojtarët më efikas të skuadrës, 10 pik Ukaj, 9 pik Dingle, ka realizuar më shumë se gjysmën e pikëve të Borës. Rez Mehmeti tenton për 3 pik, nuk realizon. I fundit me top luan Aron Ukaj, tregon edhe ashtu me dorën, thot unë e preka. Gabon Liri Zeneli, por edhe e blokon, sidoqoftë topi vjen te Olsi Kurtaj. Pressing tani i lojtarëve të Borës, Dingle dhe Derrico Williams, blokada atje. Po ankohen lojtarët e Prishtinës në këtë faull në blokad. 19 me 35, Dingle në vijën e gjuajtjeve të lira, 100% efikasisht e paraprakisht, 2-2 ka realizuar parës, 100% efikas, vazhdon të mbetet Jordan Dingle, 19 me 36, tani me Ukajn, i ka nga 10 pik të dytë. 3-3 nga vija gjuajtjeve të lira është Dingle. 4-4. 11 pik të Jordan Dingle, tani më efikasi. 19 me 37. 18 pik dallim për Borën, e cila patyshim është favorite në këtë duel. Dhe shihet si skuadër rivali i Bashkimit. Liri Zeneli po kanë të lashe për të dalë në anën tjetër. Lojtarët Prishtina se bën këtë, Ismaili është e koridorin e lirë. Pason atje, por është i pakujdesshëm. Edhe shkon atje deri në fund Jordan Dingle për 19 me 39, 20 pik dallim, tani më shumë se 2 fish të pikve ka skuadra e Borës, Hajosaj dhe Ismaili. Edhe një top i humbur nga Joni. Topi 12 i humbur, edhe njëherë Jordan Dingle. Pika e tij e 13.
por e përsin më të thellë prej 20 plus, por Borën deri tash, kur kanë mbetur edhe 3 minuta deri në fund të pjesës së parë të çerek finales së dytë midis Sigal Prishtinës e Borës. Rez Mehmeti tenton, nuk realizon. Hajosaj dhe Ismaili më të lartë në kërcim. Gabon atje dhe Breg atje në kundërsulm për 19-41. Vetëm 6 pikë të realizuara të Sigal Prishtinës deri tash. Nga ana tjetër 18 të Borës. Por e përsin më të thellë prej 22 pikëve deri tash. Është 3 minuta pas atij shënimit Arbër Sinanit, pikës 19 të Sigal Prishtinës. Kur afër rezultatin 19-31, kur kishin mbetur edhe 5 minuta 32 sekonda. Po thuaj 3 minutat e radhës e kemi një seri prej 10-0 të Borës në ngjashëm, sikurse në 5 minutat e fundit të çereku të parë, kur e pati atë serim prej 14-2. Dhe këto serit faktikisht edhe e sollën e përsin maksimale prej 22 pikëve. Po atë sa ishin edhe këto serit, 14-2 edhe 10-0. Po aq është edhe dallimi prej 22 pikëve. Ismaili dalet me faul. Ismaili pasak në tentimin e tij të parë. Hera parë që është në vijnë e gjuajtjeve të lira Ismaili. Ka një efikasitet prej 50% nga vija gjuajtjeve të lira si vjet. Dhe kjo dhe vazhdon. Pika 20 e Sigal Prishtinës sonte, 20-41, jo 28, por 20. Zeqiri, të dyja skuadrat kanë plotësuar bonusin, edhe 2 minuta e 15 sekonda Dingle i krijon vetës hapësin dhe dërgon të vendi për e përsin më të thellë prej 24 pikëve. Kjo pika e 16 e Jordan Dinglit, treshja e dytë e tij. Derrico Williams nuk e arrin këtë top. Sinani atje pak instruksione edhe nga anash nga publiku për Sinanin, nga ish kapiteni dhe legjenda e basketbollit Prishtinës Edmond Azemi, i cili po e shikon këtë ndeshje në përshëri. Dingle edhe një treshe, 2 treshe rresht nga Jordan Dingle për të ngritur avantazhin në 27 plus. Liri Zeneli për Sinanin, mbrojtje zonale tani e Borës. Nuk po kanë zgjidhje Ismaili nga një distancë e madhe mbi Breg Juniorin. Përgjigjet në treshe të Dinglit me treshe. Treshja e dytë e Ismailit, 9 pikë të tij tani më efikasi. Personale Dion Hajosajt ndaj Jordan Dinglit, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Dinglin, i cili tashmë ka 16 pikë.
vazhdon të jetë 100% efikas, 5-5 nga via e penaleve Dingle. Pika e tij e 20, herën e dytë i pasakt, Haxhosa e kap këtë top, i shmangët presingut atje dhe der në anën tjetër, ja dorëzon topin Ismailit. Sinani nuk po ka lëvizje të lojtarëve Prishtinas, me loj individuale po mundon atje Breg e blokon topin, Ranuka e shpëton, Dion Haxhosa i faul shkakton. Kjo personalja e dytë e Dionit, 2 kërcime të Dionit, 2 topa të humbur dhe personalja e dytë deri tash, atje lart po shohim edhe Fari Brecën. Pran Norik Vinçës, ish lojtarit të Prishtinës, por një kohë edhe te Bora. Rezart Mehmeti për 23-48. Është kjo pika e 5 e Arezit, cili ka dhe 3 kërcime. Mbetet 23-29. Dingle tani bën presion në Ismailin, i cili i shmangët presionit Haxhosaj. Sinani luft atje, mbrojtje e mirë e Bregut e Dinglit. Dingle personale e Haxhosajt. Në loj rikthehet Salihu, nga loja largohet liri tjetër Zeneli. Derriku Williams do të largohet nga loja dhe për herë të parë sonte në lojë do të kemi Glauk Hotin. Tetëmët vjeçarin. Dingle është i sakt. 23-50. 23-51, 28 pik dallim. Jordan Dingle realizon edhe 2 gjuhetje të lira, 22 nga 51 pikët e Borës i realizon Jordan Dingle. 8-7 nga via gjuhajtjeve të lira Sinani. E kërkon atje Ismailin, Kurtaj dhe Ismaili. Tentim për 3 pik. Tabel nga distanca e madhe dhe pjesa e parë mbyllet me rezultatin e thellë, e përsinë e thellë të Borës prej 28 pikëve, 23-51. Dhe thjesht adhurues të basketbollit mund të konstatojmë se fundi lojës është vetëm formalitet, edhe se Bora është gjysmë finalisti i parë. Të presim edhe 20 minutat e ardhshme dhe mbetet të shihet kur do të zhvillohet ndeshja gjysmë finale midis e parë midis Bashkimit dhe Borës, Bashkimi i cili është i dytë e pret fituesin mes të Sigal Prishtinës e Borës, ndërsa ndeshja mbrëmshme e cila u mbyll me fitore të Golden Eagle Yllit me rezultat të PES, me rezultat 99-81. Këtë seri çerek finale e shtyn në ndeshjen e tretë, e cila zhvillohet shtunën mbrëmë me fillim nga ora 19:30 në Ferrand, në 13 qershori. Pra ndeshje të jesh apo të mos jesh në gjysmë finale, fituesi i kësaj serie do të takohet me Trepçën në gjysmë finalen tjetër. Shkojmë me pushim, më pas kthehemi përsëri në
Pallatin e Sporteve dhe Trinisë në Prishtinë për pjesën e dytë të duelit Sigal Prishtina Bora 23-51.